politik të fortë lidhur me tiparet që njerëzit dëshironin të vendosin para artëve të tyre. Me traditën shqiptare dhe atë ballkanike, përdorimi i emrave të kafshëve të egra si Luan Ujk, bimrat Luana Ujku apo Shqiponj, Shqiponja tregonte dëshirën për forcë, guxim dhe mbrojtje. Këto emra shërbenin si një lloj talismani verbal, që mbasi tyre identifikoi rëndësitë besnike të kafshës, si shpejtësia, brendësia apo tregënia